Komisariati numër 4 në Tiranë në bashkëpunim me Prokurorinë zhvilloi një operacion të mirë planifikuar në zonën e Freskut, duke goditur një rrjet të tregtimit palishëm të armëve të zjarrit. Gjatë ndërhyrjes u arrestua 31 vjeçari Donati Jaku dhe bashkëpunëtori i tij Florian Gjeta nga Domja, ndërsa një person i tretë, identiteti i cilit mbahet sekret për shkak të hetimeve në vazhdim u shpall në kërkim. Sipas burimeve policore, gjatë kontrollit të mjetit të tip Volkswagen, ku lëviznin të arrestuarit, u sekuestruan 6 pistoleta të markës Sig Sauer, secila me vlerë tregu rreth 1.500 euro. Hetuesit të komisariatit numër 4 besojnë se armët ishin të importuara nga Malizi dhe magazinuara në Shqipëri nga Donati Jaku, i cili më pas i shpërndante sipas kërkesave në kryeqytet. Kur ky rast hedh dritë edhe mbi një linjë tjetër të trafikut të armëve në vend, përveç asaj që lidhet me Kosovën, ku vetëm gjatë muajve të fundit janë evidentuar disa raste të ngjashme. Autoritetet thanë se hetimet do të vazhdojnë për të identifikuar armë të tjera të magazinuara nga rrjeti dhe për të zbuluar të gjithë bashkëpunëtorët e mundshëm. Operacioni konsiderohet një goditje e rëndësishme ndaj tregtimit të armëve të palishme në kryeqytet dhe tregon përpjekjet e policisë për të parandaluar përhapjen e armëve që mund të përdoren për krime të dhunshme në qytet.